Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut nga data 17 deri më 21 maj, i shoqëruar nga bashkëshorti Alinda Rama dhe delegacioni shqiptar. Vizita fokusohet tek bashkëpunimi mes dy vendeve në teknologji, inovacion dhe zhvillim ekonomik. Në Seul, Rama do të marrë pjesë në një darkë mirëseardhjeje të organizuar nga Qendra për Lidershipin Aziatik dhe klubi Harvard i Koresë. Në aktivitet pritet të jenë të pranishëm përfaqësues të qeverisë, politikës dhe biznesit korean. Gjatë qëndrimit në Korenë e Jugut, kreu i qeverisë shqiptare do të zhvillojë takime me kryeministrin korean Kim Min-seok dhe me drejtuesin e Samsung Lee Jae-yong. Rama do të mbajë gjithashtu një fjalë në ceremoninë hapëse të konferencës së lidershipit aziatik, ku do të marrë pjesë krahas personaliteteve ndërkombëtare dhe drejtuesve të institucioneve koreane. Në vijim të agjendës, ai do të jetë pjesë e panelit bisedë me një udhëheqës, një epokë e transformimit të madh, strategjia e madhe e një kombi të vogël, ku do të trajtojë zhvillimet gjeopolitike, sfidat për vendet e vogla dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në qeverisje. Vizita përfshin edhe takime me drejtues të kompanive të mëdha koreane për mundësi investimesh dhe bashkëpunim ekonomik në Shqipëri. Në përfundim të programit, Rama do të marrë pjesë në një dialog me lider të rajonit Azi Paqësor.